Pa diskutim që kjo është luftë që bëhet për interes të Izraelit. Kjo është pjesa që ne kemi parë në për televizor. Ajo çfarë dua unë është të kalojmë pas perdes. Kujt i intereson ky konflikt? Ose mund të më bësh një dekodifikim të gjithë antarëve brenda kësaj lufte dhe na i shpjegosh pak interesat e secilit krah. Pa diskutim që kjo është luftë që bëhet për interes të Izraelit. Nuk ka asnjë lloj diskutimi, këtë e di tashmë gjithë bota, po flitet në Kongres, po flitet në Senat, një pjesë e madhe e bazës MAKA është e përqarë, madje deri tek shtëpia e Bardhë. Dhe kjo nuk ka asnjë diskutim, tashmë nuk ka më asgjë të fshet sepse përplasjet po shfaqen qartëzi nëpër televizione. Ajo që vlen theksohet është që fuqia ushtarake dhe e ka theksuar më sinqerisht nuk mund të kishte se sa sekretari Rubio, i cili tha nuk mund të prisnim më, tha, sepse aftësia dhe kapacitetet ushtarake të Iranit po dilnin jashtë kontrollit. Dhe imagjinoje ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kanë një fuqi ushtarake të pasfidueshme globale, thonë që po dilnin jashtë kontrollit. Kjo është ajo që unë thoja prej 2-3 vitesh që nuk bënim reklam për Iranin.